si në rastin e këtij 23 vjeçari të pushtuar nga demonët. Pritet një duel vërtet i ashpër. A do të triumfojë e mira mbi të keqen? Drita mbi errësirën? Pastor Kastrioti mbi djallin? Le ta shohim. Dhe të shëruar nga fuqia prej egzorcisti e pastorit. Djalli po reziston me dinakërinë që e karakterizon, por edhe kurajo e pastor Kastriotit është në lartësinë e duhur. Jozefi duhej të bënte falenderimin për shpëtimtarin e shpirtit. Me një video që u publikua nga faqja zyrtare e kishës katolike, tashmë i riu në fjalë është çliruar plotësisht nga demonët që e kishin pushtuar. Në fakt, Jozefi nuk ka patur dhe fatmirësisht nuk ka as sot të kësaj dite, as një shqetësim të ngjashëm nga ato që demonstroi duke aktruar përpara pastorit, sepse në fakt është pjesë e stafit ton. Po se nuk ka ndonjë gjë të keqe. Unë u argëtova. Në realitet ka, edhe shumë madje.